Me mësu diçka duhet sabër? Po, duhet sabër. Ti që po e dëgjon këtë video, ke nda pak minuta prej kohës tënde me ndëgju diçka të dobishme. Dhe mundesh me ndru videon tash. Mundesh me thonë, s'po muj me dëgju këtë hoqë, sepse nefsit shtyn me kërku diçka tjetër. Një video me sarkazëm, me hajgare, me lojra, me dëfrim, ose me sport e kot gjëra që kanë vërshuar gjithande internetin. Por ti vendos, jo, por rri edhe pak, dua me mësu diçka. Kjo është sabër, sepse pajisja me dije të dobishme kërkon sabër. Jo gjithmonë nefsi yt ka qef me dëgju atë që të bën dobi. Ndonjëherë do atë që të argëton, që të dëfren më tepër. Prandaj, i nderuar i vëlla dhe respektuara motër, edhe fakti që ti qëndron këtu, e dëgjon një këshill, e mëson një ajet, një hadith, një gjë që të bën dobi ty, kjo është sabër i veprimit. Dhe këtu, shumë njerëz e kuptojnë gabim sabrin, e kanë një koncept të gabuar rreth sabrit. Kur themi sabër, durim, zakonisht mendojmë ndodhi një fatkeqësi, duhet me duru, po sabri nuk është vetëm kjo. Sabri është disa lloje që i kanë përmendur ulemaja islam. Lloji i parë është me pas sabër në kryen e obligimeve. Namazin me fal. A duhet sabër? Po duhet sabër. Dush me marr abdes, e me shku në xhami, me respektu prindërit, me respektu më të vjetrin. A duhet sabër? Po duhet sabër. Sepse ndonjëherë mund të vinë kërkesa që për ty janë të lodhshme. Je i nxan, je i lodhur, ke punë, dhe pikërisht atëherë të vjen një kërkesë nga prindërit, për shembull. Dhe ndoshta thua në vete, ku ja qëlloj pikërisht tani kjo kërkesë. Por ti e përmban veten dhe kujton vlerën e madhe që kanë prindërit, se të ata e ke ose xhenetin ose xhehenemin. Të kujtohet ajeti i Kur'anit, ku Allahu Tebareke ve Teala thot, fela taqul lahuma uffin. Prindërve mos u thuaj as fjalën of. Kjo është sabër. Lloji i dytë është sabri për më u largu prej të ndaluarave, gjërave të cilat janë të ndaluara. Këtu nuk kemi nevojë me bë diçka, përkundrazi duhet mos me bë. Allahu subhanahu wa taala të ka ndaluar me shiku haram. Ti e ke mundësinë me shiku. Ndoshta askush nuk të sheh. Po ti e ul shikimin. Kjo kërkon sabër. Ndoshta nefsi e dëshiron, por ti thua jo. Këtë nuk e bëj për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është sabër. Dhe lloji i tretë është ai që të gjithë e njohim, sabri kur të godet fatkeqësia. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famëmadh thot, edhe shpesh herë e ndëgjojmë këtë ajet, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allahu nuk tha se do t'ju sprovojmë me krejt frikën, me krejt urin, me krejt skamjen, me krejt pasurin. Por Allahu subhanahu wa ta'ala tha, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, me diçka nga frika, me diçka nga uria. Kjo është rahmeti i Zotit. Me paksim të pasurisë. Ke pas më shumë të ardhura, pastaj janë zvoglu. Ke pas më shumë mundësi, pastaj ato mundësit janë ngushtu. Ke pas mundësi të tjera, mirë po ke pas njerëz për shembull antar të familjes, tash janë paksu për shkak se kanë kalu në ahiret. Do thonë me humbjen e njerëzve, këtu vjen sabri. Pra sabri nuk është vetëm me duru kur të ndodh diçka. Por se sabri është me bërë atë që Allahu ta ka obligu ty, edhe kur nefsi nuk e ka qef. Me lën atë që Allahu ta ka ndalu, edhe kur nefsi e dëshiron atë. Do thonë kjo është sabri. Dhe gjithashtu me qëndru i fort kur Allahu subhanahu wa taala të sprovon me diçka që ti nuk e ke zgjedh vet. Këto janë disa lloje të sabrit të cilat i kanë përmend ulemat islam. Allahu na boft prej
durimtarëve dhe sabërlive. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.